Në Trojet e banuara nga shqiptarët në Maltëzi organizohet manifestimi kulturor Dita e Diasporës, kushtuar shqiptarëve në emigracion për kontributin e tyre ndaj vendlindjes. Dita e Diasporës në Ulqin tashmë është bërë një festë tradicionale ku edhe zyrtarët vendor vlerësojnë rolin që luan diaspora përmes investimeve në vendlindje. Nga Ulqini njofton korrespondenti Ali Salaj. Në Ulqin, por dhe në Troje tjera ku jetojnë shqiptarët në Maltëzi organizohet manifestimi Dita Diasporës që u kushtohet mërgjimtarëve dhe rolet të madh të tyre në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendlindjes. Në organizimin e këtij manifestimi tradicional për herë të parë u angazhuan institucionet vendore të Ulqinit, të cilët e vlerësuan lart angazhimin e mërgjimtarëve në investimet e mundshme në komunën e Ulqinit. Kemi pasur prezentimin e disa projekteve, të cilat mund të jenë shumë me rëndësi për komunën tonë, po dhe për diasporën, e cila është një fuqi e madhe ekonomike për komunën e Ulqinit dhe për gjithë këtë rini e cila ka një fuqi të madhe punëtore, cilën mund ta shfrytëzojmë shumë mirë me projekte të rëndësishme, me projekte të cilat mund të jenë me interes për dyja palët. Se unë mendoj që për diasporën nuk duhet të ndahet një ditë, por që nga viti i ardhshëm do të jetë data e caktuar dhe do të jenë minimum 3 ditë të cilët do të caktohen apo do t'i përkushtohen diasporës së qytetit të Ulqinit. Dhe aty do të arrijmë që të gjithë ne të shpalosim të gjitha ato të mira të cilat ne i kemi. Ndërkaq që nismëtare dhe bashkëorganizatori zoti Kabil Kurti vënë duke rëndësinë e mbajtjes së këtij manifestimi ku shpalosen më së miri tradita dhe kultura e një vendi. Ne ja filluam para 3 viteve një manifestim të tillë duke menduar edhe ashtu dur që t'i afrojmë mërgjimtarët, që t'i njohim më përsafer me të rinin me veshje tradicionale, me këngë popullore, me këngë tradicionale që të ruhet bilem sa da pak vlerat kulturore artistike të trevave të Ansmalit, normalisht të Krajes edhe të Ulqinit. Në manifestim u zhvilluan aktivitete të ndryshme sportive mes të rinjve, kurse grupet folklorike të zonës, të cilët një herësh janë fitues të festivalit të Gjirokastrës, shfaqen koncert festiv me këngë dhe vadhe. Ka me shikon rrugës moj, ftyra po të shëndrit. Ka me shikon rrugës moj, ftyra po të shëndrit. Ka shikoj me sy e moj, dili nuk bane drit. O, gjeva hiro shpirt. Dita Diasporës është edhe një ndër aktivitetet kulturore që gjatëron sezonin turistik në komunën e Ulqinit. Për zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.